Megjithatë, shpesh është përhapur pretendimi se kjo xhami që ka ndërtuar nga Mehmet Pash Sokoloviçi, për të lidhur trashëgimin islame të Prizrenit me narrativat serbe. Jemi tek xhamia e Bayraklis, një nga xhamit historike të qytetit të Prizrenit. Po ashtu edhe kjo xhami është ndërtuar nga shqiptari Gazi Mehmet Pasha, nga familja Dugagjinase, dhe shpifjet të cilat janë bërë ndaj kësaj xhamie është ndërtuar nga Mehmet Pash Sokoloviçi. Këto janë shpifje, nuk e ka ndërtuar ai, mirë po këtë xhami e ka bë Gazi Mehmet Pasha. Dhe këtë xhami, për informacionin tuaj, është mbajtur edhe lidhja shqiptare e Prizrenit. Domethënë kjo xhami ka histori, ku çdo që mundohet me sulmu apo mi sulmu xhamit tona, njëkohësisht është duke e sulmuar edhe popullin ton, apo edhe kombin ton. Historia nuk duhet manipuluar për interesa politike.